meditojnë në krijimin e qiellit dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qiellin edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sunduesi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbuluar me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas? Me falenderojmë të madhin Zot, me falenderimet më të mira që i takojnë atij, e cilin vëllezër dhe motra të nderuara mund të falenderojmë ne përveç atij, i cili na dha neve jetën, na dha neve çdo të mirë. Edhe ato bela edhe të këqija që i pam në jetë, thot Kurani famlar t'i keni për durve t'juja. I madhi Zot e ka kriju njeriu se është mëshirues dhe nuk i don atij as i sekond të keqen. Ajo e keqe që shikojmë në njëherë, s'është e keqe, se nga njëherë ja kemi bë vetes, edhe duhet më u përmirësua dhe duhet më u rregullu. Këtë xhuma, disa xhuma që për Ramazan kemi filluar të flasim për jetën e profetit Muhammed alayhis salam dhe se si sunduesi i madh i gjithësisë ja mundsoi atij profecinë dhe ja mundsoi atij në mënyrë graduale ta shpërndatë Islamin me shumë sakrificë, ai edhe gjenerata e besimtarëve që ishin në atë kohë, edhe sunduesi thot në Kur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kur'ani thot në të dërguarin e Zotit, pra Muhammedin alayhis salam, keni një shembull për kryer, për ta ndjek. Prandaj dhe kur flasim për jetën e atij, gjithmonë e flasim në atë shembullin që ne për ta ndjek, edhe për të ecë në rrugë drejt siç eci ai. Shqyr Allahut madhnushëm, që ai nuk na e vështirësoi neve, qofse s'do të kishte libra të shenjtë, qofse s'do të kishte profet, do u bëjshim gjithë filozof, gjithë Sokrat. Kush e krijoi universin, pse e krijoi, si u krijoi, dhe gjithë këto pyetje që i gjem përgjigjet në fe, njeriu do filozofonte. Dhe asnjëherë s'do e gjete të vërtetën se s'kishte siguri. I madhi Zot, nga mëshira e tij, nga butësia e tij, nga dashuria e tij për njerëzit, ja shpjegoi çdo qëllim dhe pse i krijoi të gjitha nëpërmjet gjuhës profetëve dhe librave të shenjtë. E kjo është elhamdulillahi rabbil alamin, nga përsosja e mirësive të Zotit të gjithësisë ndaj nesh. Njerëzit në tokë, për bela është kjo, për gjinaf është për të thonë, që njerëzit në tokë nuk e njohtën i pjesë të madhin Zot, kujt i bën dom vetes tyre, por që nuk e studion universin, nuk e studion jetën, nuk kupton as i krijim nga krijimet madhështore të Zotit, edhe ngelen klasë në aspektin e kësaj bote, dhe kur kalojnë në botën tjetër nuk i ka më vlerë. Profeti Muhammed alayhis salam është shembulli më i mirë dhe më i përkryer i njeriu të devotshëm të përkushtuar në rrugën e të madhit Zot. Në xhuman që kaloi, ne folëm që shokët e vet u përsekutuan, profeti i pari, pastaj edhe shokët e vet. Ndërto tha me Bubekrin, e sinqert, njeri shumë i lartë, njeri shumë i madh. Profeti alayhis salam thotë Bubekrin, kur e kanë ftuar në fe, ka qenë nga të parët që pranoi Islamin, disa thojnë i pari, disa i thojnë është Aliu radhiyallahu an, nga që ishte fëmia që jetonte në shtëpinë e profetit. Nga gratë ka unanimitet dietarësh që ka qenë Hatixha e para që e ka pranuar Islamin. Në dëshmorja e parë thamë ne ishte Sumeje, një gjigande e madhe e devotshmërisë në atë kohë, që e vrau Ebu Xehli. Thot profeti alayhis salam, gjithë secilin që kanë ftuar në fe, që i kam thonë për Zotin edhe për profecinë time, janë lëkund në fillim, se kanë dashur me u sqaru. Ebu Bekri ka pas dhe avantazh që e njifte mirë Muhammedin alayhis salam.
Dhe ishin rritë të dy bashkë në Mekë. Sa e ka ftu në fe, sa e ka ftu në islam, e ka pranu për njerë. Në i transmitim thot, e ka puth në balë profetin a.s. dhe ka thonë, unë këte e kam prit. Në jetë në Ebu Bekri të regohet që si ka adhuru në jerë idhujt. S'ka konsumu në jerë alkohol. Ka qenë njëri i ndershëm, edhe ka pas dhunti tregtinë dhe poezinë. Dhe profeti a.s. e ftoi në fe dhe thot gjithë fillojshin pyetjen jo po si, jo po ku, jo po çfarë. Përveç Ebu Bekrit i cili sa i kam thonë që Zoti është një dhe një i vetëm dhe idhujt në Qabe janë gabim. Dhe mum ka dërgu profet, Ebu Bekri e ka përqafu, e ka puth në balë dhe i ka thonë unë këte po pritësha o Muhammed. Po pritësha që na sqarote i madhi i Zot të çështje madhore. Dhe Ebu Bekrin unë që kur e kam lexu herët shumë për jetën e tij, e kam dash shumë, siç duhet ta dojë çdo musliman dhe muslimane. Ka pasi veçori, ka pasi zemër shumë të butë. Edhe kur këndon të Kur'an qante shumë. Që kur e ka pranu islamin, edhe suret që zbritnin në Kur'anit, Ebu Bekri i lexonte ato dhe i mbushte me lot. Derisa Mekasit u mërzitën shumë. Të imagjinoj njëri aq shpirtëror, aq i devotshëm, edhe u bë sebeb dhe për shumë tjerë. Ai është bë sebeb për Uthmanin, ai është bë sebeb për Talhan, ai është bë sebeb për Zubairin, besimtarët e parë që në fakt u përgëzuan me xhenet pastaj. Nga kollozët e mëdhtë, shokëve të profetit. Edhe e kufizuan, i thanë Ebu Bekrit që ne dënojmë Mekasit. Qofse ti vazhdon kështu. Mirë, i tha Ebu Bekri, po falem në shtëpi. Dhe dilte në borë falte namaz. Aq bukur e rezitonte Kur'anin famlar dhe aq shumë e mbushte me lot, sa njerëzit i shkonin aty ke obori dhe e rrethojshin shtëpinë duke e pa Ebu Bekrin si falet e si qan duke lexuar Kur'an. E usulën Mekasit me andalu dhate pastaj. Dhe vazhdoi Ebu Bekr as-Siddiq me sinqeritet të jashtëzakonshëm, edhe me devotshmëri të papar. Ai edhe nga sahabët e tjerë dallonte shumë. Profeti alayhis salam e kishte shokun më të ngushtë mbas të devotshmërisë si kishte, amanetçi i madh. Njëri që e kuptoi mirë fen dhe ishte shumë i sinqert në shpirt. Natën e Miraxhit, kur erdhi profeti dhe i tregoi njerëzve për Miraxhin dhe disa nga besimtarët se kuptuan se ishte kohë tjetër. Atëherë mjeti më i shpejt ishte kali. Dhe ti thoj se kam shku në qiell ishte gjë e paperceptueshme. Dhe Mekasit fillojnë tallën, disa nga besimtarët thanë, ç'është kjo gjë kështu? Si mund të ndodhi, se nuk e kuptojshin. Edhe Mekasit thanë, nëse ka një njeri sot që e kapim mat, e kapim sot shokun më të ngushtë profetit Muhammed. S'ka ku shkon sot, edhe i shkuan, i thanë, o Ebu Bekër. Tha po. Thanë, shoku jot ka lajthit. Tha, qa ka ndodhë? Se kështë dëgju akoma. Tha, thot që brënda i natë ka shku në Mesjidul Aqsa, që është në Palestinë, nga Meka në atje. Ishte i muj udhtim. Kurse pas ta i thot kam shku në qell, lartë. Tha, përsa e pretendon këte? Tha, thot për i pjesë natës, subhanalladhi asra bi abdihi lejlan, min el mesgjidil haram ila el mesgjidil aqsa, në i pjesë natës, thot. E qa ka këtu, tha, për mos me besu? Tha, nësit, edhe këte e pranon pa logjik? Jo, tha, ka i logjik kjo. Unë tha, kam besu para kësaj që në qast ati kur duhet, i vjen Gjebraili në qast, po i pjesë e natës o shumë, tha. Logjika, se ka qenë shumë i mençur. Se ne sot themi i sinqert, në një gjë si naiv, sym dynja fare, s'bo kur gjë, sa i mirë është ai i sinqert. Kjo naiv. S'është ky i sinqert, s'është kjo koncepti i sinqert. I sinqert është ai që është i mençur, i pastër, por që hyj për të rregulluar mirë në këtë botë. Jo hyj mal atje, është njëri një i sinqert. Ç'a bën rrin gjithë ditën mal? Ha manaferra atje, nuk o ky i sinqert. Se ka keq kuptime në popullin tonë. S'ka lidhje ky. Ky është më mirë se sa i zullumqar në tokë, kuptohet, që bën krime dhe bën të këqija, po i sinqerti
Ebu Bekri në këtë rast është më i sinqert i umetit islam, tregon që ishte më i mençuri, më i pastri, më adhuruesi, edhe ai që e donte më shumë të madhin Zot. Mbas profetit Muhammed alayhi salam tha ikni tani se kjo nuk ka, unë besoj që Xhebraili kur ka nevojë vjen çast. Për i pjesë natës bëhen shumë gjëra dhe profeti kur e dëgjoi tha ja vuri emrin Ebu Bekr as-Siddiq. Tha Ebu Bekri i sinqert. Sepse devotshmëria dhe mençuria e tij e dërgonin në sinqeritet të plotë. Dhe njeriu, vëllezër motra të nderuara, sa më shumë të shtoj diturinë dhe sa më shumë të shtoj në raport me diturinë veprën, se ka rob që dinë, por nuk i veprojnë ato që dinë. Nuk e mundin dot veten se kanë vesë dhe pasione, megjithëse i dinë, i mund vesi dhe pasioni si ka vlerë dituria. I sinqert Ebu Bekri është në kuptimin që ishte i dishëm shumë, se o ishte i dishëm ai që jetoi me profetin kush është sot, por i praktikonte të gjitha ato dhe e mundi vesin dhe të keqen, dhe triumfoi nga ai e mira, sinqeriteti edhe devotshmëria. Ebu Bekri është sa më vete pastaj, se është ai pjesë e kësaj që ne po flasim, po ideja është njëri shumë i madh. Kush ka mundësi të lexoj edhe të emocionohet me jetën e Ebu Bekrit, i ka mundësit, sepse ka qenë flamurtar i veprave të mira, flamurtar i sakrificave për fen, flamurtar i devotshmërisë, flamurtar i derdhjes Lotit. Edhe kur profeti u smu, që do vdiste nga smundje në fund, futi Ebu Bekrin imam. Por t'i tregu njerëzve që për mu, ky duhet të jetë drejtuesi juaj, por unë s'ja u imponoj juve. Si çave. Profeti alayhis salam nuk e la me emër, me thonë që se të folë profetit kush guxote me fol. Zoti kishte thonë respektoni Zotin e juaj dhe profetin, ka mbarut. Kishte thonë profeti unë duaj që mbas meje të jetë filani ta drejtoj umetin islam, kishte mbaru. Profeti jo. Se do jepte leksion botës që në islam nuk ka me emrim. Në islam atë që duan njerëzit. Atë që e dëshirojnë njerëzit me i drejtu, e zgjedhin. Kur e zgjedhin, duhet me i qëndru, sa ai është në rrugë drejt. Me çfarë argumentojmë tjetër ne këtë? Ka thonë, kush është ai imam që futet imam? Dhe shumica e xhamatit nuk e don, nuk i ngrehet namazi një plomb. Kështu që s'mund drejtosh një vend në cilin shumica atyre njerëzve nuk duan. Sot quhet demokraci, veja emrin si të dush. E rëndësishme është që profeti alayhis salam nuk e la Ebu Bekrin me thonë ky do jetë mas me, por dha shenjë që nëse ka një njeri që e meriton ta drejtoj umetin islam mas me, është Ebu Bekri dhe e futi imam në 15 ditët që u smu. Dhe i shkon një ditë Aisha edhe i thot, o i dërguar i Zotit, Ebu Bekri po i shqetëson njerëzit. Hasha lillah. Pse i tha profeti alayhis salam po i shqetëson? Se tha futet namaz dhe nuk e mbaron do të Fatihan pa qajt. Shikoj devotshmërinë edhe për kushtimin që kishte. Tani profeti alayhis salam te se kisha në plan, po do ta them. Njerëzit më të zgjuar dhe më të mençur sipërfaqen e tokës kanë qenë profetët. Edhe profeti e pa ishin kështu. Me fjalë kjo e ka tamam, ky ose bepi apo ka një gjë tjetër mbas kësaj. Fakta Aisha kishte pas edhe një gjë plus kësaj, po ja thote profetit me stil. Profeti e kuptoi dhe tha inne kayde kun adhim. Tha marifetet e juve grave nga herë kur shkojnë rrugën e drejtë janë të rrezikshme. Edhe Aisha s'foli më. Ku e kishte pas hallin Aisha? Ebu Bekri ishte babai i saj. Dhe imagjinoni tani atë vend që falet Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, sa plot u dukte ai dërgumi më i madh i Zotit të gjithësisë. Dhe imagjinoni sa i vogël u dukte Ebu Bekri që donte me e plotsu, dhe njerëzit kur shifshin Ebu Bekrin dhe ku o profeti. Dhe Aisha duke e pas këtë siklet për babën e vet, sa të futet në një tjetër se kam frikë se babën po ma shohin kështu që ç'është ky, ku është i dërgumi i Zotit, si ishte gjallë akoma. Dhe vajza, siç është meraku i vajzës për prindin, dote që me lehtësu babën e vet. Profeti alayhis salam i dinte gjërat mirë. Profeti kishte një qëllim më të madh se sa ndjenjat e të bijës për babain. Ajo që kishte profeti ishte për t'i treguar muslimanëve që unë kur e lej këtë imam mas meje, ju mo do e zgjidhni me ju drejtum, nëse jeni të mençur, nëse doni hajër dhe mirësi. Kjo ishte kuptim. Edhe Ebu Bekri qante në Fatiha dhe ishte njëri shumë i përkushtuar. Dhe drejtoi 2 vjet
pak jetë pati mbas profeti alayhis salam, 2 vjet e pak muj, edhe shkëlqeu në drejtsinë, mirësinë edhe mbegatinë e drejtimit muslimanëve. Një tjetër, në kohën e profetit alayhis salam, Abu Bekri sa u bë musliman për herë, në çast. Po ka ca që janë bela e madhe. S'ka gjë me i bë musliman. Mos u mërzit. Asnjëherë mos mendo, vëlla dhe motër, begatoft i madh i Zot, asnjëherë mos mendoj që ky zbohet. Duke kalu bashkëshortja e njërit në kohën e profetit alayhis salam, një nga armiqtë më të mëdha ishte Omeri. Kalon edhe e shefte muslimanen, po Omeri kishte një gjë, ku profeti i fliste njerëzve për fe, Omeri ishte i madh, i frikshëm, i shkonte aty dhe i thoshte, mos e dëgjoni këtë, largohuni ani. Armik i Islamit i hapur. Largohu. Edhe njerëzit u tremshin dhe se dëgjojshin më profetin. Edhe u hap nami që Omeri njeri shumë i keq. Njeri që e lufton Islamin. Njeri që bezdis profetin alayhis salam, ka gjinaf më të madh. Edhe kur kalo kjo gruaja, Omeri, po e dishin që është bërë muslimane, ishin pak në Mekë. E Omeri i foli me përzemërsi. Po ishte i ashpër si natyrë. Dhe kjo shkoi në shtëpi dhe i tha burrit, burri ishte musliman. Tha, bashkëshorti im, a ka mundësi Omeri të bëhet musliman? Tha, pse? Më ka fol me përzemërsi. Jo, tha, më shpejt bëhet një gomar musliman se sa Omeri. Kështu tha. E pa imagjinueshme. Tha, që do dëshmojnë ai ditë e gomari, mund ta besoj. Që të bëhet Omeri musliman, këtë se besoj kur. Bashkëshorti, jo s'është kështu. Vëlla dhe motër të begatofti i madh i Zot, mos i humb shpresat asnjëherë në familje, në fis. Por me qenë flamurtar i armik i Islamit, ti foli me edukat, me butësi. Qesh me i debat me dikon, e kishte programu me më ofendu, me ngret zërin, i thash, ore, bërë çfarë të dush, unë sot ty do të mund me edukat dhe me kulturë. Kështu është. Po i çat deta i përballë teje, ti me edukat, me kulturë do vazhdosh tëndën. Se ti mund thush perla, po ja themi aprish zemrën me ofendu tjetrin, ai se pranon Islamin nga inati pastaj. Kurse ai mundohet me të ofendu apo me ngret zërin, apo me thon gjëra që në fakt janë të vërteta. Ti do të vazhdosh me kulturë dhe me sjellje dhe me moral, sepse tani dëgjoje pse. Se ai për çastin është i dhrum, për çastin ka paragjykime, për çastin nuk din, por kur ti i ke fol atij me butësi, i ke fol atij me mençuri, i ke fol atij me sjellje, i ke fol atij me moral, atij i vdes baba mbas disa kohësh. Për shembull, po ta jap shembull këtë. Dhe shikon babain e tij që ishte gjallë deri pak përpara, tashmë është i shtrirë aty dhe nuk jep as i shenjë jete. Atij i kujtohen fjalët e tuaja. Nëse ti e ke shajt, si kujtohen? Nëse ti e ke përçmu, si kujtohen? Nëse ti e sjell ashpër, si kujtohen? Nëse ti i ke thonë, o robi i Zotit, edhe ty Zoti të ka kriju. Si i thash njërit, më shute i mesazh, ofendote profetin e kështu. E unë i shkrujta, edhe këto dur që po shkruan mesazhin, edhe këto mendime dhe mendjen, ai që po shan për Zotin e kisha fjalën, ai që po shan profetin e tij, ai ti ka dhënë. Ai kishte ofendu profetin, e mu ngret gjaku për çastin, po thash jo. Se profetin e kanë ofendu drejt për drejt dhe ja ka kthy me butësi. Kush jam unë? Se ne shqiptarët e kemi i dhe marrim kot. I shoh edhe në rrjetet sociale, o të ri, se të rit janë më shumë, o të reja, nuk ofendohet. Si ofendove live, si ofendove rrjetet sociale, Gjinofi është i njëjtë. S'ka ofendim. Tjetri nëse ofendon, aq kulturë ka, është primitiv. Ai është primitiv. Ti pse bëhesh primitiv duke e vazhduar? Jo. Ne jemi njerëz me kulturë. Jemi njerëz me sjellje. Ai thash me debate, me ofendime, me kulturë, me sjellje do të mundun ty, i thash. Mos u mërzit. Kjo është ajo që duhet të kemi. Dhe Omeri radhiyallahu an realisht e bezdiste profetin, kundërshtari i Islamit. I natë pinte me shokët. Pinte alkol. Mëngjes duke shku për sabah shkote në shtëpi. Dëgjon afër Qabes duke kalu një që u fal tek ndote Kur'an. Ashtu gjys i pirë gjys, esëll kështu siç ka njeriu që ka pirë gjithë natën. Po jo fare i dehur, edhe dëgjon. I bën përshtypje. Kur pa profetin tu u fal, tu këndua jetë Kur'ani, siç
lexuar ndonjëherë Kur'anin kur. As e kishte dëgjuar ndonjëherë tamam, vetëm para gjykime, çka ka thënë Muhamedi i keq edhe ai. Çka ka Muhamedi kështu, edhe ai pa e njoft Islamin, pa e lexu, pa u qetësuar me pa argumente. Thjesht siç janë dhe i pjesë e njerëzve sot që e urrejnë pa kuptim. Ora, ke lexuar diçka na thuj ku është gabimi ta mësojmë dhe ne. Kot. Edhe dëgjoi bori për shtypje. Pastaj u nxete prapë u mërzis se ishte edhe natyrë. Dhe nxori shpatën, tha do ta vras sot Muhamedin se na mërziti. Po shboi bezdis në Mekë. Po na përçan njerëzit. Dhe u nis. Nxori shpatën, tha sot e vras Muhamedin. Dhe i doli musliman. Ai e kuptoi, po ky se dinte që u musliman. Tha Omer, ku ka qenë nxehur me shpatën për të bërë luftë, për të vrarë, për të vrarë. Tha unë sot kry çështjen e Muhamedit, ta vrasim, të shpëtojmë. Ai ishte musliman. Se kishte nxjerrë haptas jo musliman. Tha lejo Omer Muhamedin, vriti herë motrën tënde. Pse çka ka motra dha? Motra jote dha është bo muslimane, ndjek Muhamedin. Çdo ke Muhamedit u pas motrën. Me i ndru rrugën. Edhe shkoi ke motra vet kur troket, njëri aty i mësonte Kur'an. Kur troket, kush është Omeri? Qetësi absolute, frikë e madhe. E shtyri derën që duke rrëzu derën, ja hapi motra vet, i tha ç'a boni ju këtu? Ai e bo muslimane, po muslimane janë bo dhe e godet rënd. Bom. Dhe e hedh në tokë. Afrohet bashkëshorti asaj, e godet dhe atë e hedh në tokë. Me nerva shumë. Dhe ajo i kishte ca fletushka në dorë, motra. Tha bjeri ato këtu, jo s'ti jap, tha, burnesh. Jo dha nuk t'i jap. Si tha smije, edhe e pa motrën e vet i rodhi gjak këtu. Edhe u fut mëshirë, se vllai për motrën sa do arrogant jesh kur e shef motrën ashtu. Po mi tha mi jep ato. Jo i tha ajo se nuk lejohet. Pse tha ç'a duhet? Duhet me u pastru pra, me pas abdes. Si merret abdes? Omeri tani u fut në sedër. Si merret abdes? Kështu me burrim, arrogant. Si merret abdes? I tha ajo kështu, shkoi mori abdes, bjeri ti lexoj, tha. Ç'a janë këto që lexoni ju? Këto trakte gjëra të kota. Kur e mori la ilaha illallah. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilu mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa ma baynahuma wa ma tahta ath-thara. Thot, nuk ta zbritëm ato që lexoj surës Taha, fillimi. Nuk ta zbritëm Muhammed këtë Kur'an si vështirësi. Kurani është manual jetë të jetosh i lehtëshëm. Mos bësh filozofi, po i ke të gjitha të programuar dhe jeto, kënaqu. Illa tadhkiratan, pra e para s'ta zbritëm Kur'anin si vështirësi. Po çfarë është Kur'ani? Është këshill për ato që duan të marrin rrugën ke Zoti i tyre. Kush është Zoti? Tenzil, nuk është zbriti këtë Omeri, para gjykimit i gjeti, tha kush o ky që na mëson neve që duhet manual për jetën? Thotë jo, nuk është me imponim, kush këtë libër e merr ai që don të marrë rrugën e Zotit. Kush është Zoti? Tha ai që e zbriti. Vetë ajetet ta japin këtë shpjegim. Ti mendon ajetin e ke aty. Tha ai i cili zbriti Kur'anin është ai që krijoi tokën dhe qiejt e lartë. Krijoi qiejt edhe tokën dhe çka ka ndërmjet tyre dhe atë që gjendet nën brendësinë e tokës. Allahu la ilaha illa hu, Zoti që është një dhe një i vetëm, atij takojnë emrat më të bukur. Dhe pastaj vazhdoi historia Musait alayhis salam. Omeri ngeli. I kishin thonë Islami është ekstremizëm. Jo, s'e ka kështu tha. I kishin thonë Islami terrorizëm, po jo mos s'e ka kështu. Po jo Islami është prapambetje. Jo, s'e ka kështu. Që ka gjë tjetër, që ka mrekulli, pas ka të boka me atë që ka kriju qejt në tokë, nuk kisha jetu vetëm për 2 femna në për 2 lekë këtë botë, pas am qeni mashtrum. S'pas am kuptu kush më krijoi, kush i krijoi qejtë dhe tokën, kush i krijoi 7 miliard njerëz, kush i krijoi me miliarda krijesa të tjera, kush i krijoi ato miliardet e gjallësave të deteve, kush i krijoi këto dete dhe oqeanet pafund me to male dhe kodra këto pemë që shfryjnë oksigjen. Un pas kam qenë një ignorant i madh që më pas kanë mashtruar gjithë jetën, shqyqysh s'pas kam dhënë shpirt në këtë formë, se s'pas am kuptu kur gjë nga jeta kësaj bote. Mun pas kanë mashtruar nga fillimi deri në fund. Kështu mendoi Omeri për çastin. Drejt. Tha ku Muhamedi? Ku është Muhamedi? Ato se tregojshin se ishte fshe. Ishte i tërek. Aty, duke i mësu këto Kur'an, kështë qenë një sahab që profeti kështë mësu Kur'anin. Ai sa kështë dëgjua Omeri mrapa divanit. Ishte më qef. Nga frika. A tremet muslimani. Pse? Qa është muslimani? Njeri pra është. Kështë arme mësu Kur'anin, Omeri shpatën e ka jashtë, mas divanit. Se pa Omeri, sa e pa që ndryshoj gjendja doli.
Kjo njeriu dhe trembesh në njerë, mos bon sigur je si mali që strondjet. Njerëz jemi të dobët. Doli, tha Omer, dashti madhi Zot, ka arrit ty duaja profetit. Pse tha qa ka bo Muhamedi për mu? Tha ka thonë, udhëzoje 1 nga 2 drejtusit e Mekës, ose njerëzit me potencë, Ebu Xehlin ose Omer ibn al-Khattabin. Kush o Zot që ti e mendon që e meriton për të kthyer në Islam, udhëzoje. Kishte bë dua profeti me shokët e vet, se ishte dobët Islami, kishte nevojë për njerëz që ta përkrahnin atë. Tha, më duket se i madhi Zot ja ka pranuar duan për ty. Tha, ku është Muhamedi? Dhe ai kur e pa që ishte në rregull Muhamedi domthon çështje me profetin alayhis salam, shkoi. Dhe i tha, ja ku e ke drejtimin, shkojmë bashkë. Dhe Omeri u nis. Kur e pan ato shokët e profetit, profeti ishte në dhomë duke marrë shpalljen e Zotit. Këto ishin duke vazhdu bisedën, derisa të dilte profeti, shohin Omerin që ishte drejtues, kishte ku më shku më drejt kësaj. Edhe u trembën. Omeri nxete belaja, ishte shumë i fuqishëm. Edhe kur u afrua Omer ibn al-Khattabi ke dera dhe trokiti, doli profeti alayhis salam nga dhoma. Tha, kush është Omeri? Hapeni derën, tha. Po imagjino kështë taku Xhebrail Eminin. Takosh Xhebrail Eminin i del malit në të kundërtën e saj. S'do në dish më kur gjë. Sa i kështë arë shpallja dhe dykte Omeri më i vogël se sa milingona. Tha, hape derën, edhe u hap dera. Sa u fut Omeri, thot vetë kur tregon si e ka pranu Islami, thot erdhi, më kapi fort, më mështeti, tha Omer, a ka ardhë koha të zgjuarsohesh të bëhesh musliman? Tha, po, o Muhammed, dëshmoj që Zoti është një dhe një i vetëm, ti e tha Muhamedi i dërgumi atij. Që ka qenë çështja e Omerit. Tani ajo që mësojmë ne, ti mos u mërzit. Por Omeri shkoi për të vrarë profetin dhe u bë musliman, ti mos u mërzit me njerëzit e shpistate se s'po bëhen avash avash. Dorë të Zotit janë të gjitha. Kjo vetëm çështja islame për ta mbyll. Vetëm çështja islame nuk është çështje që e kemi në dorë ne, hiqe nga mendja. Gjithë njerëzve të shtëpisë më i thonë, e kanë shtëpinë katë-katërt. Do zbresim katë parë për çfarë? Kalon njëri i valishe me 1 milion euro. Gjithë i ke poshtë me vrap. Ca rrëzohen, po ngrehen prap, dikush thy këmbën, pa e marrin valishen, gjithë bien dakord, për Islam s'bin, sepse u Zoti nuk udhëzon horrat në Islam. Garantuar. Zoti horrat, se po përdor këtë shprehje, të këqit, kriminalët, zemër këqit, zullumqtarët nuk e meritojnë Islam. Ti në shpitat e ti s'fut çdo kënd. Të keqin nuk e fut, të mirin e fut. Bujarin e don, arrogantin se don, modestin t'i knaqesh, mendjemadhin larg. Tani i madhi Zot, ja, ka dhe i kriteret, i madhi Allah. Kriteret e veta për t'i pranu njerëzit. I shef zemrat, ne si shofim. Për 1 milion euro, zbresin gjithë. Kam familje që i fonin, kam pas profet, so bo fëmia. Më keq akoma, e ka pas bashkëshortën në shtrat. Ka shku duke spionu ato që kontaktojnë meshkuj me meshkuj, populli Lutit. Ishin popull që kontaktonin meshkuj me meshkuj, sot është bë mod. Sa aq po e çove njeriu, femër me femër, mashkull me mashkull, rira hat pastaj se e ka mendjen vend tjetër. E ka pas në shtrat kur i erdhën engjëjt, shkoi spionoi ato. La ilaha illa, gruaja vet. Se është çështje zemre. S'ta jepi madhi Zot, nëse shef dritë dhe shef që ti je një njeri i mirë. Prandaj dhe profetët janë bërë njerëzit më të mirë, më të devotshëm që ta drejtojnë këtë punë. Inshallah neve Zoti na jep dritën, na jep mirësi që mos bëjmë sikur jemi lart, po aq me modesti, aq sa kemi iman e besim. I madhi Allah na dërgoft këmë e mira. Amin ya rabbal alamin. Meditojnë në krijimin e qiellit dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sado dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qiejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kodrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do t'jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sunduesi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbuluar me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas.